Vllaznia në basketbol për meshkuj e ka nisur në mënyrë më të mirë fazën play-off të kampionatit, duke triumfuar bindshëm ndaj Teutës në ndeshjen e parë çerek finale, në sfidën e zhvilluar në Pallatin e Sportit Qazim Dervishi, ku çebludit drejtuar nga trajneri Eni Llazani siguruan një fitore të thellë me rezultatin 93-48, duke krijuar një diferencë prej plot 45 pikësh. Takimi nisi me ritëm të moderuar dhe rivalitet në minutat e para, por me kalimin e kohës vllaznia mori kontrollin e lojës. Perioda parë u mbyll 18 me 12 në favor të vendasve, ndërsa e dyta ruajti të njëjtin trend me Shkodranë që shkuan në pushim me avantazh 13 pikësh. Vendimtare rezultoi perioda e tretë, ku vllaznia dominoi totalisht duke fituar me shifra 31-6, duke vulosur praktikisht fatin e ndeshjes, edhe në 10 minutëshin e fundit ku çeblut ruajtën e përsin dhe thelluan rezultatin përfundimtar në 93-40. Mendoj që mas ndeshjes të fundit djemt e kanë një fije më shumë përgjegjësinë e ndeshjes ndaj Teutës, sepse patën vështirësi realisht ndeshjen e fundit në Durrës, sidomos në periudhën e tretë, që dum shumë në mbrojtje. Mendoj që sot kena dalë në fushë me një karakter tjetër, me një dëshirë tjetër për të luftuar. Dhe besoj u duk. Pas kësaj fitoreje bindëse, vllaznia hell një hap të rëndësishëm drejt kualifikimit, ndërsa ndeshja 2 do të luhet të shtunën në Durrës. Në rast të një tjetër fitoreje, shkodranët do të sigurojnë kalimin në gjysmëfinale pa qenë nevoja për një sfidë të tretë.